Horizon, nga Leonard Koja, në Window Radio.de. Mbrëma dhe përshëndetje. Uroj që të jeni mirë dhe ne ritakohemi në puntatën e radhës Horizon. Unë jam Leonardi, live këtu në studio në Gjermani. Si gjithmonë, bashkëbisedojmë me njëri tjetrin, flasim me njëri tjetrin dhe unë mendoj me zëmër që të jeni të gjithë mirë dhe të keni edhe familjen mirë, të keni kaluar mirë fundjavën, të qenë mbarë dhe fillimi i javës për ju, sepse kemi hyrë në javë fesash, pothuajse jemi në fundin e vitit 2025 dhe shpresoj që të jeni të gjithë mirë, edhe pse ky fund viti ka të vështirësitë e veta, sepse i bëhet krim portofolit. Kështu që shpresoj që të keni mundësi të bëni sa më shumë dhurata dhe të festoni sa më mirë dhe të përgatiteni sa më mirë për këtë ditë fesash. Shpresoj që të keni filluar të bëni baklavan, të bëni ëmbëlsirat e të gjitha ato që janë produktet e festave të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Të nderuar miq, të gjithë ju e dini se ku mund të na ndiqni në emisionet tona live. Pra jemi në website-in zyrtar të radios windowradio.de. Ajo është website-i zyrtar ku mund të na ndiqni live gjatë gjithë kohës, muzikë të përzgjedhur nga tekniku jon Bledi. Aty keni edhe lajmin e fundit, informacionet e fundit e të tjerë. Mund të na ndiqni në radio në platformat botërore TuneIn dhe në platformën Radio Box. Po ashtu jemi edhe në platformën e radiove shqiptare Radio Shqip dhe në Google windowradio.de. Po ashtu jemi edhe në Facebookun zyrtar të radios windowradio.de. Për të gjitha ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në plot sonde, nesër do jetë ritransmetim në orën 13 vetëm në radio, pra jo në Facebook. Dhe sepse në Facebook ne jemi vetëm kur kemi emisionin live, por në radio ju mund të ndiqni muzikë gjatë gjithë ditës, po ashtu edhe emisionin në ritransmetim. Po ashtu nesër do jetë emisioni në faqen zyrtare të radios në YouTube, Horizon Window Radio hapësirë. Më falni për emocionet, sepse kam bërë 24 orë pushim dhe kur vjen nga pushimi është pak e vështirë pastaj për të filluar edhe emisionin. Do kërkoja në mënyrë miqësore për të gjithë ju që keni mundësi apo që keni dëshirë të na shpërndani nëpër grupe të ndryshme apo në faqet tuaja të Facebookut që të kemi mundësi të na shtohen sa më shumë miq dhe të jemi në bashkëbisedim me njëri tjetrin. Sonde unë kam menduar të kem një të ftuar të veçantë, i cili është i shumë fushave dhe edhe unë nuk di nga t'ja filloj, por i ftuari është studiues historie, është letrar, është poet, është marrë edhe me politikë, jeton shumë larg nga Shqipëria, nga Evropa, pra jeton në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë unë të ftuar kam zotin Halil Teodori. Zoti Teodori, mirëmbrëma nga Evropa dhe mirëdita për ju atje në New York. Përshëndetje dhe mirëmbrëma nga ku ju jeni edhe mirëdita nga New Yorku. Si jeni, si përkaloni në Amerikë? Mirë, në përgjithësi çdo gjë këtu shkon mirë. Edhe normalisht çdo njeri i ka rregulluar ata punët e veta. Unë kam vite që jetoj në New York, kam që shek që jetoj në New York. Në përgjithësi fëmijët janë rritur këtu, kanë studiuar në shkolla prestigjioze në New York,
Super. Po kanë studiuar edhe vetë, unë kam bërë një universitet të dytë në New York, sepse një universitet e kam bërë në Tiranë, edhe këtu kam bërë një universitet dhe nivelin më të lartë të asaj që unë përfaqësoj, pra që kam master në shkencat e financave. Po, do zhvillojmë hap pas hapi, step by step. Ka filluar në New York të vi kjo aroma e festave? Po, ka kohë që ka filluar aroma e festave. Ne kemi një festë të parë, kemi ditën siç kemi atje për shembull festën e çlirimit ose festën e pavarësisë, ajo që është Memodja. Këtu ne bëjmë festën e Thanksgiving, këtu e gjelit. Edhe ajo ne të premten e fundit të muajit nëntor, sa po ka ditë që ka kaluar kjo, ajo fillon pra direkt në sasaj fillojnë festat e Krishtlindjeve. Qyteti i New Yorkut është zbukuruar në mënyrë të jo vetëm qyteti, por edhe rrethinat janë zbukuruar në mënyrë të jashtëzakonshme. Po të vesh të shikosh sidomos në kohë të natës, në shumë diku kur fillon errësira 6-7, e në përlagjet e qytetit që është një zbukurim të jashtëzakonshme, është shumë i bukur. Edhe jep një atmosferë festive gjithë shtetit të New Yorkut. Edhe kjo nuk bëhet vetëm në New York, po bëhet në gjithë Amerikën. Padyshim. Pastaj New Yorku është i veçantë, në fjalë dhe quhet qyteti që nuk fle. Pra ka një jetë aktive. Po, qytet nuk fle. Në New York as natën, as ditën nuk ka pushim. As në ajër, edhe as në tokë, edhe as në nën tokë. Edhe në tokë punojnë trenat 24 orë pa ndaluar. Zoti Teodori, meqense jemi në New York dhe po flasim me New Yorkun, tani çfarë e shtyu Halil Teodorin të marrë rrugën për Amerikë dhe të lini Shqipërinë? Ishit ju që ikët familjarisht? Unë, për të thënë të drejtë, fillimisht nuk kam ardhur për studime. Zoti Teodori, më fal, po më thotë tekniku, nëse mundesh, mbaje pak telefonin më afër ose mikrofonin me çfarë je duke komunikuar, që të vi pak më i qartë zëri në studio, në transmetim. Po, jam rregull? Shpresoj se po, vazhdoj. Fillimisht unë këtu kam ardhur për studime. Por në atë kohë, kur e pash që ishte mundësia për të qëndruar në New York, dhe mu desh që të përfshihem në studime shumë më të thella, sidomos për histori. Edhe për arkitektin. Kishim dëgjuar shumë gjëra, për shembull që thuheshin në ato librat e historisë që përdorim në vendin tonë, por ato ishin komplet të manipuluara. Kështu që u detyrova të përqendrohem këtu, kam marrë edhe fëmijët, edhe familjen time, edhe jam mësuar, ju përkushtova studimeve intensive. Fal edhe punës që fëmijët edhe gruaja kam bërë. Edhe unë kam bërë një punë më të lehtë. Kam punuar kështu mortgage banker, consultant, edhe kam broker's agent. You know what is broker agent. Edhe me thënë drejtën, duke parë situatën se si kalon vendi në Shqipëri, kur çdo gjë është e kapur nga njerëzit ishte e kapur dhe vazhdon të jetë e kapur nga njerëzit e krimit, ishte e pamundur themi të kthesh brapa në një situatë kaq të brisht, me të cilën me shumë dhimbje them, po e kalon vendi jonë. Është dhimbshme vërtet, sidomos ne që jetojmë larg, duket se ndjejmë pak më tepër atë dhimbjen dhe ato probleme që ka vendi jonë atje. Atje në kohën në vitet 90 ne shpresuam shumë. Po ai ishte vjetori i shpresave të humbura. Unë kam bërë një analizë për këtë. Nuk e di a keni dëgjuar, e keni ka parë. Sepse shumë shpresa kishim, shumë prindë. Pa diskutim. Ata që ndryshuan,
por në realitet ishte efekt ndryshe. Ata nuk erdhën për të na ndihmuar, për të ndërtuar shqiptarët, për të ndihmuar popullin, për të ndërtuar një Shqipëri që kërkohet me standardet bashkëkohore europiane, por ata erdhën për të pastruar për vete, erdhën për të parë Fatkeqësisht. edhe erdhën për të rektilluar, të krijojnë atë shtetin e oligarkëve. Në mënyrë të pas skrupullt, që në atë kohë filluan të krijojnë të zënë në shtet, të ndërtojnë një shtet policor, shtet gjyqësor, një parlament dhe një qeveri e gjitha që t'i shërbej interesave të oligarkëve. Vërtet, dhe fatkeqësisht për 35 vite po thuj se, nuk po flasim për rrugë apo për disa mundësi që njerëzit jetojnë pak më mirë, ndoshta se më përpara, por i thon 35 vite një tranzicion tepër i gjatë. Shiko këtu, për 25 vjet, që shka para 5 vjetë kur doli ky struktura e posaçme antikorrupsion, po për 25 vjet, shteti është vjedhur, edhe asnjë njeri, asnjë person, asnjë pushtetar nuk i është drejtuar, nuk është shkuar në burg. Nuk është ndëshkuar për vjedhjet që ka bërë, për korrupsionin, edhe për vjedhjet që bërë në mënyrë globale. Edhe kjo është një fatkeqësi jashtëzakonisht e madhe për vendin. Edhe kjo lloj korrupsioni nuk e le shoqërinë shqiptare të futet në familjen europiane. Absolutisht, Europa nuk mund t'i lejojë këto veprime që bën Shqipëri. Edhe pse ne pretendojmë, vazhdimisht kemi pretenduar që në mbjetën, edhe deri sot vazhdojmë pretendojmë, përsëri korrupsioni është ai që e ka mbyt shoqërinë tonë. Po duke parë zhvillime që po ndodhin edhe në Evropë, që po diskutohen me fjalë ndoshta jo me zë të lartë, por që mund të ketë edhe një shpërbërje deri diku të Bashkimit Evropian, me fjalë dhe ne ndoshta të hyjmë atëherë kur mos të ketë Bashkim Evropian. Ne jemi të tonë për proces me datunit. Ai që ka gjetë. Pa të një gjo, e kemi gjuar, më të se themë, a kemi gjuar, kur ai sultani, në vitet 1910-12% kishte ra. Ne, vila ata kishin ra që 1800 e sa, ku kriju shtetet balkanike. Patjetër. Ne shqiptarët, fararët shqiptarët. Dhe gjithmonë të fundit. Për krajin sultani, ka ra sultani të ndihmon. Edhe kemi zakon, ne mundohemi të ndihmojmë ata që bie. Do mos atje jemi në Shqipëri. Po ta shohësh sot, shqiptarët janë strukur, një popull i tërë i strukur, edhe po ndjon, po shef se si këto po majnë, po kanë, po bëjnë çdo gjë për të siguruar pasurinë brezave të veta. Po transferojnë parën e korrupsionit, po transferojnë jashtë Shqipërie, edhe deri në Amerikë, edhe deri këtu në New York, edhe populli nuk ngrihet për të kërkuar të drejtat e veta. Është vërtet e çuditshme, zoti Teodori, me fjalë, është vrarje fryma, shpresa ndoshta. Jo, po nëse shpresa kemi ne gjithë jetën, me shpresa kemi ne. Nëse populli nuk ngrihet për të shkatruar këtë sistem të padrejtë që drejton fundin, ai popull nuk del nga ajo situacion. Shiko, janë rreth 500.000-700.000, nuk e di sa janë ato se i kanë edhe fiktive, sepse marrin parat e pensionistëve të vdekur. I keni dëgjuar çfarë bëjnë. Patjetër. Po thonë janë 500.000 dhe 700.000, por këto 500.000 që janë pensionistë, të cilët marrin minimum vjetik, as minimum vjetik nuk e kanë. Marrin $120, $120, është katastrofë e madhe, që nuk ka ndodhur vetëm në nivelit të botës së tretë, në një vend si Shqipëria, një vend që nuk i mungon asgjë. Një vend që mund të lëzoje me pak punë. Edhe këto vjen edhe i bëjmë elozh akoma qeverisë. Jo, të gjithë në shef, të gjithë në luftë kundra krimit, të gjithë në luftë kundra korrupsionit, të gjithë luftë kundra të padrejtës. Pra,
kjo është detyra e çdo qytetari. Përndryshe ata oligarkët vetëm fillojnë e ndajnë paret. Kur nuk ndjejnë prospi. Shumë i pasur pas ka qenë nën toka dhe mbi toka e Shqipërisë, sepse vazhdimisht duke u vjedhur ai vend dhe nuk po shterron asnjëherë. Po pse të thuaj, të mos themi, ti ke ato nxirjen e naftës, se po në Fier, në ato zonat aty ku nxirret nafta. Patjetër. Për ditë nafta, për ditë shkon ato trenat për Vlorë, shkon trenat drejt Vlorës për të transportuar naftë nëpërmjet vetit, edhe nafta del me humbje. Kjo është edhe nafta. Po është nafta, është karomi, janë shumë. Nafti të dy euro kilja e naftës. Në një vend, një diçka që është jashtë vend, 2 euro kilja e naftës, kur po shkosh njerëzit shkojnë nga Dibra ose nga Malësia e Madhe, shkojnë në Patjetër, kanë më lirë për të marrë naftë. Shiko, okay, politika shqiptare është kjo që është, ne na dhon patjetër pa diskutim, sepse kemi ikur në migracion, me fjalë ne mendjen edhe ëndrrën atje e kemi dhe atje na çon. Por do doja si ka ndryshuar jeta amerikane, formimin dhe krimtarinë e zotit Teodori. Unë këtu sinqerisht them, atë kam gjetur, megjithëse kam gjetur atë që kam kërkuar. Këtu nuk kam punuar, kena punuar, nuk jena marrë me gjëra kopi, por kemi arritur, jam shumë i kënaqur. Unë nuk kam bënë përkupit madhe, por një shtëpi në New York unë e kam bler. Aq kam mësi, ma tjetër s'ka pas mësi, por kam edukuar në universitete 2 vajzat e mia, kanë marruar në nivel masteri, në matematikë edhe në financë. Ashtu, kam marruar gruaja, edhe ajo kam marruar universitetin, edhe ajo është në menaxhim biznes, edhe punon. Perfekt. Është nder për këto shqiptar që dëgjon të tilla fjalë. Ja, neve një fjalë kaq kanë bërë, nuk e se unë kam bërë në gjë që janë bërë miliarder. E kështu nuk janë bërë. Jetoj normal, jetoj siç jetojnë intelektualët në New York. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Kjo është nder për të gjithë ne. Për të gjithë ne që dëgjojmë, kur dëgjojmë për shqiptar të tillë që ecin dhe që kontribuojnë edhe për vendin ku jetojnë, por nuk harrojnë asnjëherë vendin prej nga vinë. Kjo është një vlerë dhe një nder për çdo shqiptar. Vetëm do të jesh edhe një gjë, se diaspora është një pasuri e madhe kombëtare. Dhe ajo përbën një hapësirë të madhe demografike në vend. Dhe intelektual. Pa diskutim. Sepse është organizuar edhe ekspozuar ndaj standardeve demokratike të ndjeshme ndaj funksionimit të shtetit ligjor, se sa shoqëria brenda vendit, aty ku jemi në Shqipëri. Por megjithatë zëri i diasporës vetë kryesisht i fragmentuar edhe Kjo është problemi. Mendoj, kjo është plan. Është i pavlerësuar. Qeveria diaspora ka mbajtur gjallë ekonominë shqiptare deri më sot. Patjetër. Edhe çdo gjë, ndërsa politika shqiptare në të shumtën e raste, por në të gjithë rastet e shef diasporën si burim votash në distancë, ose si burim kapital financiar. Ora thuje si numër, e shikon thjesht si numër. Po rrallë si partner në arkimin e politikave publike. Këtë e pa edhe ke në zgjedhjet e fundit, që u bë sa për formë që do të kemi edhe diasporën, që të ponin votat, unë mendoj që ata votat jo vetëm që edhe ata që dhanë votën nuk u numëruan, sepse votat
shkuan si gjithmonë në drejtim të padukur, edhe duke diaspora si gjithmonë, edhe këtu kam vetur e disi e pakënaqur me këtë qëndrim si qeveria. Pa diskutim. Zoti Teodori, ju keni zgjell me sa kam kuptuar unë, apo me sa unë kam arritur të holumtoj dhe të lexoj për ju, kam arritur të kuptoj që ju zgjillni disa tema të vështira dhe të debatueshme për shqiptarët. Dhe flas për histori. Pse, zoti Teodori, ju? Historia, unë fillimisht jam marrë qishtë moshën e re, jam marrë me poezinë fillimisht. Kam dëgjuar disa libra me poezi. Edhe kam marrë çmime. Por kam botuar edhe roman, edhe publicistik. Edhe e kam pas dëshira ime romani ka qenë, edhe poezia është shumë ka qenë dëshirë e madhe për mua. Por çfarë ndodhi më fut kur kam studiuar në studimin që kisha këtu, edhe kur pash se si çfarë mund të bëhet për historinë e vendit, unë u detyrova detyrimisht të punova për historinë. Okej, nëse më lejon pak, kush janë poezitë e tuaja, ose në ç'kohë keni shkruar poezi, pra jeni marrë me letërsinë e mirëfill para historisë, apo edhe tani gjatë studimeve të historisë? Unë kam filluar që në shkollë të mesme, kam qenë konviktor në Shkodër. E në konvikt ishte një program studimi mas vite, kishte ja 3 orë gjysmë, 3 orë kishte studim. Por unë me disa shokë tonë si duket i kapnin një qik më shpejt ata librat. Edhe nuk ishin çfarë bëni se ishte i detyruar studimi. Edhe aty merreshin me këto poezi. Po, poezi të asaj kohe, të asaj niveli. Por, me kalimin e kohës, këto poezi fillova ti botoj. Por herë të parë kam dalë në publicistik, në publik, kupton, në për gazeta. Kuptoj. Në moshën kam qenë diku 20 vjeç. Kam dalë ke këto gazetat ke Zëri i Ris, ke Bashkimi, kam dalë ke një gazetë dhe ditës, ka qenë Libran, ka qenë Gazetat e kohës. Po, këtë gazetat e kohës. Dhe më vonë, këto në proceset demokratike, ato ka qenë pasaj aktiviteti publik ka qenë i shtuar, edhe ka qenë gjithmonë në publik. Kam shkojtur tek gazetat KRD-ja në Tiranë, ke gazeta Kohajon, ke gazeta Albania, ke gazeta shqiptare që ka qenë të asaj kohe, ke gazeta Ora e Shqipërisë. Kam shkruajtur në një sër gazetash. Kam me to publicitet të shtuar gjithmonë. Nuk kam bërë kështu noi libra keni botuar? I keni botuar këto libra dy? Librat me poezi, me fjalë, i keni në botim? Po janë botuar, ka 20 vjet. Janë edhe në i poti shohësh që në YouTube apo që në Google dalin aty apo të çemi dalin në libra. Por pse i kam edhe në Facebook. Ju kuptoj. Zoti Teodori, ju keni shkruar një libër për Aleksandrin e Madh. Dhe ka qenë një libër që ka krijuar edhe kritik, ka krijuar edhe debate në zhanrin e historianëve, të akademikëve. Dhe me këtë libër ju çfarë mesazhi keni dash të përcjellni, ose keni patur një mesazh për dikë? Shiko, mesazhi i kësaj është për të kthyer Aleksandrin e Madh në origjinën e vet. Historia e Aleksandrit të Madh është nga slavët, është e vjetër. Edhe deri në shekullin e 5 në Ballkan, Ballkani është i liri. Pra, që nga Danubi, e deri në Kretë, edhe Sandovi, gjithë kjo zonë është i liri. Edhe
teoritë e këtyne akademikëve tonë të sotëm që kanë kapur Akademinë e Shkencës, edhe që janë bo lorda. Janë bo lorda. Të paguar nga këto slavizmi që ka qenë gjithmonë kundër shqiptarisë, me synim për ta zhduk çështjen shqiptare, ata vazhdojnë të ecin me teori nga më të ndryshme. Para sa kohë është një akademik atje në Tiranë, e paraqiste Aleksandrin e Madh nga Maqedonia. Pastaj edhe atje nga Greqia. Tashti ka filluar të nxjerr, e shoqja e paraqit nga Burreli. Ja dy shtëpia po kanë ardhur nga Burreli. E shoqja ka bë një libër që gjua shqipe është gjuhë që vjen nga gjuha serbe, nga këto gjuhë slave. Tashti ka një kategori tjetër del thotë që Aleksandri i Madh është një shkolla. Dhe këto janë parula jo të sakta. Kur themi që Aleksandri i Madh është nga ajo zonë që quhet Maqedoni. Aty ku është Pella, po ajo nuk është quhet Maqedoni. Emrin Maqedoni ja kanë vënë bullgarët sepse Ballkani ka qenë perëndia, Bullgaria ka qenë perëndori në Ballkan. Edhe ata në shekullin e mund në 816, pra tani në shekullin e 8, që ata në kuadër të ndryshimit të gjithë emrave që janë ndryshuar vendit tonë, të vendosin edhe emrin Maqedoni, pra pjesën që quhej Virginia. Aleksandri i Madh ka lindur në Virginia, në shtëpi mbretërore. Edhe Filipi ishte i ati, ai është i lirë. Filipi nuk është absolutisht teorit se Filipi është Maqedonës apo këtej apo ne nga këto që thonë ta që është grek, nuk jam të vërtetë. Dhe ata janë familja e Filipit, ishin të rëndur nga ana perëndimore, unë kam dokumenta të shkruajnë për këtë, të ardhur nga ana perëndimore e asaj që sot quhet Maqedonia ose Virginia, edhe ka qenë nga Ilirida. Kurse nëna e Aleksandrit ishte Olimpia, ajo ishte nga Molosët, nga mbretënia e Molosëve, e bia e mbretit të Molosëve, mbante titullin princesh, sepse i ati kishte vdek shumë shpejt, para kohë, edhe ajo mbante, por nga që ishte e vogël, titullin e mbretit të Molosëve në atë kohë e mbante gjajde, kurse Olimpia ishte princesh, trajtoi si princesh, ishte shumë e vogël e re, dhe mësuesi i parë ka qenë Leonida ishte nga këto nga Sparta, edhe i dha Olimpias mësimin në gjuhën shqipe. Edhe masi lindi Aleksandri, Olimpia e mori Aleksandrin në aty ku ishte mbretënia e mbreti i mbretëve të Ilirisë, pra ajo ishte qendra atje, dhe ai i mësoi Aleksandrit, i mësoi të shkrimin, këndimin, të gjitha gjuhët ja fjalë në gjuhën shqipe. Edhe Aleksandri ka fol, ka shkruajt, edhe ka mësuar në gjuhën shqipe. Më vonë atë ishte një tjetër mësues që tha siklin e mesën, dhe në fund Filipi mori Aristotelin, i cili e mësoi jo vetëm Aleksandri, po edhe shokët, ka pas shokët e klasës, pra Aristoteli është arkitekti i luftës kundra Persisë. Pra përgatiti generalet e luftës në luftë kundra Persisë. Sepse Persia në ato ishte bërë problem për anën që nga Athina, nga Sparta, nga... Patjetër. Edhe në aty ku është Turqia tani, në anën jugore, që ishin hitër, ishin Lidianë, mbretënia Lidiane. Aty flitet shqip. Edhe sot ato janë një popullsi të tani për shembull turqit thonë që shqiptarët dikur nuk foshin sa ishin. Pra nuk i numëronin fare shqiptarët, nuk ekzistojnë. Filluan me 5 milion, kanë shkuar me 10 milion,
Po për mu janë mbi 17 milion shqiptarë që dhe flasin gjuhën, nuk e kanë arruar gjuhën edhe sot në Turqi. Shiko, zoti Tondori, në çfarë metodologjie, metodash përdorni kur nxjerrni të tilla fakte që i bjeni nesh historisë shqiptare me fjalë, sepse duke patë parasysh ne kemi mësuar një histori tjetër, diskutohet të tjera, jemi rrit me të tjera fakte dhe ju sot dini me të tjera metode, me tjera fakte dhe ku bazoheni? Që Aleksandri i Madh është ilir dhe që ilirët janë shqiptarë dhe që pellasit ishin parasit e ilirëve, këtë më mirë e thot Departamenti i Shtetit se sa e tepër. Këto i thot të gjitha gjërat kanë ndryshuar, nuk janë mon ato historisë që kanë ekzistuar përpara. E keqja e historisë vendit tonë dhe i botës është Anglia. Enciklopedia angleze që përbëhet nga 33 libra, po libra voluminoze me minimi e sako faqe, një libër, 1-2-3 faqe. Ajo ka bërë krejt atë rëmujen që është në sheu, është sheu historia, është manipuluar historia, edhe e kanë bërë këto anglezët. Edhe Anglia ka ndikuar në mënyrë permanente, ka ndikuar vazhdimisht keq për qeshen shqiptare, duke menduar që hajde, merrni ju këtu, gjithmonë ka lëshuar capat tokat tona për pas përfitime në Europën perëndimore e në gjithë kolonitë që ka Anglia në botë. Kur erdhi puna, edhe me këto, edhe me rusët, Rusia ka 100.700 që ka filluar të bëhet perëndori, që atëherë të carët kanë filluar të shtrihin influencat e veta drejt e Ballkanit edhe drejt Europës. Që na thonë. Edhe sot ata gati 300 vjet janë perëndori. Edhe rusët janë përkrahur nga Anglia. Tani që u erdhi ajo, që rusi tha nuk i asë pik lapsi në hartë, a kupton? Edhe pik lapsi, tash ju kujtuan ata se pas keni bërë gabim që kemi përkrahur. Pra, Anglia, tash ti po të klasish Cambridge, Oxford dhe universitetet e historisë që janë në Amerikë, kanë filluar të ndryshojnë, edhe në për muzeume, kanë filluar të ndryshojnë qëndrim për sa i përket historisë. Gradualisht, se këtu është bastaj, është Departamenti i Shtetit. Dhe historia do shkoj dumne, apo s'dumne, do shkoj në vend. Dhe gjitha ta historianë aty, që lexojnë libra sllade, edhe që thot njërin, mu thot që pash një historian kam i bërë histori të madhe ata që flasin lart e poshtë, thot që Atlantida është në Adriatik. Kur po të shkosh në internet e të shohësh Atlantitin, është në detin Atlantik, midis Floridës ose midis Miamit edhe Gibraltarit. Ajo zona e thellë aty, edhe madhësia e Atlantikës ka qenë sa Azia dhe Libia bashkë. Por kështu kështu tip historianësh që bojnë politika e komshiut, edhe që paguan nga komshiu për të bërë këtë politikë. Fatkesisht, ne kemi bërë gati gjithmonë këtë pjesë. Pa tjetër, se duhet ashtu. Tjetër, që ka ndodhur? Troja, u vrit një Shiverman, një 700. Po shiko, do flasim pak edhe për Trojën, se ajo është shumë interesante, por të doja si ju përgjigjeni ju kritikëve që ju akuzojnë për interpretim subjektiv të historisë dhe si keni marrëdhëniet me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë? Keni kontakte, mbani kontakte? Unë me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, ata nuk e përpillin këtë, sepse sipas Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Aleksandri i Madh nuk ishte shqiptar. Dhe po t'ishte Maqedonës, se kishte emrin Aleksandropsi, po kishte Aleksandr, ose Aleksandrisis, si kanë ata.
Kuptoj. Edhe ata jo më vjen keq, po më vjen shumë keq se edhe akademia, jo vetëm akademia e shkencave të Shqipërisë, po edhe akademia e shkencave e Kosovës ka rënë grancën e akademisë së shkencave të Shqipërisë. Më duket se kemi infektuar dhe ata. Po i kemi infektuar. Ju keni mendimin që Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk është e hapur për fakte të reja apo për metoda të reja të mësimit të historisë? No, nuk është e hapur. Nuk është e hapur, edhe bile unë kam folë me ato ja 2-3 atje që janë ke Akademia e Shkencave, një historian ma nxirte atë dilte poshte që butrim që çfarë ishin ato, që janë ato atje, thoshte që këto janë në thoshte shqiptare. Amo kur vjen ka Apollonia, thoshte ajo Apollonia thoshte është grek. Mirë po, kur unë dola në këto intervistat e fundit, edhe që fola për këtë dhe e cilësova kështu, jo me emra, se ka nevojë të flasin me emra, ai Akademia Apollonia ta shqiptare. Pra ta ndryshon. Edhe kjo nuk është keq. Kur ndryshon, sepse vërtet se kemi ditë, edhe jemi ndikuar edhe nga politika, edhe nga shteti, edhe nga qeveritë tona, se qeveritë tona janë qeveri kukulla. Qeveria shqiptare kanë qenë ku. Shiko, në 1941, Partia Komuniste Shqiptare nuk e ponien vetën deri me ato që thoshte, me Petrita, me Lule, me Pastora, me Çabullaviçet, me ignorancën e nderi. Partia Komuniste Shqiptare drejtoi Beogradin. Edhe Partia Komuniste Shqiptare në gjithë historinë e saj ka qenë një dej e Partisë Komuniste të Beogradit, e Partisë Komuniste Jugoslave në Tiranë. Edhe ka punuar si mas porosive që janë dhënë nga Beogradi për shqiptarë. Dhe Partia Komuniste që na kishte hedhur në vej gjithë ato na kishte që organizuar, na kishte degraduar, na kishte shkatëruar, që sa kishte bërë. Pra të besoni vetëm e Nderin, që të hanin me Luftoririn. E Nderi zbatoi porositë e Beogradit, që vrau të gjithë patriotët në vitet 44, 45, 46 dhe deri në 50. Pra të gjithë ata që ishin patriotë. Një nga këta ishte ai Ndreu, Dalin Ndreu, ishte një nga generalit në të mëdhej asaj kohe. Edhe atë e vrau, sepse ishte patriot. Edhe atë e vrau. S'ka lënë njeri pa vrarë. Nuk ka lënë njeri pa vrarë, intelektual të zgjuar, njerëz të vlerave, njerëz të intelektit, ai ka shtu. Drejt kishin luftuar kundra serbit, ata e dinin ata, dhe e hoqën, i dhanë urdhën hiqet ata, sepse ai bënte politikën e Beogradit. Një e para. E dyta, të gjithë ata që kishin pasanik, që kishin vu pare, kishin ekonomi, se gjithmonë këto oligarkët e majnë vendin. Edhe atë punonin njërë të pensaj. Ata shmori, të gjithë ata i shpërësoj, u mori parat, u mori gjitha Florin, edhe gjithë këtë Florin e qojnë për mua ka qenë Beograd, nuk e t'ja ne ka kaluar. Dhe këtone që i këte e qojnë ne, se ata kërkonin Florin. Tjetër, i vuni një rrethim 24 orë në grytën e fushës, vetela me gjemba gjithë vëndit, 30%, i pa nevojshëm. E tjetër, të gjithë shqiptarë që për të mbrojtur, të gjithë shqiptarë që për të mbrojtur nga Kosova, ata i futën në burg. Pra të ashti, dhe ngritën, pasaj, nuk ka folë asnjëherë për historinë e Shqipërisë, para përpashme, i vetë një gjë që folja ishte ngriti këtë, historinë e Skënderbeut. Pasaj, për këtë gjë, ne nuk dinim që është historia jonë. Absolutisht. Ne, që kemi bërë histori, që kemi dhënë historia jonë ka ndërtu botën. Njerëzit tonë, mendja jonë ka ndërtuar botën. Edhe bota e di, këtë nuk e di vetëm Akademia e Shkencave të Shqipërisë, edhe ata që rrinë atje vërdallë, që presin, që janë të korruptuar. Edhe rrinë, inshallah, po na ndihmojnë ta komshit, që hamë edhe pak në këtë qytet. Zoti Teodori, shiko, mua më pëlqen teza ose mendimi që ne shqiptarët jemi ata që kemi ndërtuar botën, jemi gjuha jonë është gjuha më e vjetër,
kemi historinë më të vjetër, etj. Por, Një si gjë mund më ta shpjegosh, mi thënë që me qenë në qoftë se ne i kemi bërë dikur gjitha këto, si ka mundësi që ne sot jemi në këtë pikë? Shiko si është puna. Deri në shekullin e 5 ishte Roma ishte perëndori. Ton treqën po kërkoi te shekullin e 5 aja. Në shekullin e 5 u mbyll Roma si perëndori, edhe bota kaloi në atë që quhet periudha e errësirës. Po. Nga shekulli i 5 deri në shekullin e 15 nuk është bërë asgjë. Pa këto që vinin, këto që ishin këto slavët që kalonin për të bërë, ta nuk arritën të bënin asgjë. Atëherë u detyrua që Europa perëndimore të fillojë të futet në industrializimin e vendit. Edhe filloi industrializimi i çdo gjëje, aty fillon makineritë, fillon Po, kemi parasysh fabrikat e Anglisë, fabrikat, Francë, kombinatet, prodhimi i armëve, prodhimi i gjithave. Pra, pas sheti 15. Edhe pas asaj edhe kur erdhën në Amerikë edhe fillon hapjen e vendit. Edhe këto tani pse ndodh që Shqipënia nuk bëhet edhe ne kemi vënë me në botës. Shiko si është puna. Basi Roma, rasi perëndori Roma, shqiptarët kishin fillon të lëvizin drejt perëndimit. Shqiptarët fillon të lëvizin që në kohën e Trojës. Shqiptarët kaluan, Dardanët kaluan edhe ndërtuan në Romën. Kur ndërtuan në Romën kishin nevojë për specialista, njerëz të punës, fillojnë edhe tipa mirë. Kështu që njerëzit kaluan lëvizën drejt Romës. Edhe gradualisht vendi filloi të ikë truri. A kupton? A ka ndodhur një gjë? Që atëherë a ka ndodhur një gjë pas 10-s? Edhe më. Pa diskutim. Truri, a di që inteligjenca që ka ngel atje, ai pak inteligjencë janë, është e korruptuar, edhe rrihet jetë, dhe ajo tjetra, ose ajo tjetra që bëhet poshtë në kontroll nga këto oligarkët janë në nivelin mesatar të inteligjencës. Ju kuptoj. Zoti Teodori, ju keni edhe një libër, Troja flet shqip, shumë intrigues si titull. Tash Troja, a keni fjalën për Trojën në Dardanele, pra për Trojën, për luftën e Trojës, apo çfarë kuptimi ka Troja flet shqip? Shiko këtu, Troja, ideja e Trojës në Dardanele ekziston vetëm nga Akademia e Shkencave Shqipërisë. Zoti Teodori. Gjithë bota e di që Troja nuk është në Dardanele. Edhe historianët në Amerikanë, thonë nuk ka nevojë me di se ku është Troja. Sepse veç në çdo libri, jo të manipulumi, se është një libër ai që çerkon atje, është i manipuluar. Ai që çerkon atje. Por veç në çdo libri me rregull, ai që ka është këtu në Amerikë, librat janë nëpër biblioteka, në librari, edhe e kupton pa ashtu, e kupton se ku është Troja. Tani çfarë ndodh? Të lexosh për historinë tonë, nuk mund ta bësh historinë me një libër, me dy, me 5. Pa diskutim. Duhet me lexuar me qindra libra, sepse slavët dhe kishat ortodokse slave kanë mbushur, duke edhe të përkthyer, kanë mbushur Europën, Azinë, Afrikën dhe Amerikën, se janë ata kryesët e botës. Kjo nuk del me një libër, nuk del me një tregim, nuk del me një paragraf, që tonë të Pa diskutim. Të e mësuar që marrë një libër me i venin e për të thënë atë librin e thonë e bëna unë. Por sot ka dalë plagiatura, edhe një të kuptojnë se kjo. A kuptojnë sa keq bon? Tani qa thuash? Thuash për shembull se Troja u bo thonë në Anadol, atje ku quhet Turqia, ku është Turqia sot. Atje ishin shqiptarë, ishin hitët, atje ishte mbretënia hite. Ose disa thonë për shembull që aty unë kam parë një vend aty që në Armen ajo zonë. Por në kryet asaj ishte mbretënia hite. Çfarë ishte mbretënia hite? Mbretënia hite ishte mbreti i mbretëve të hitës ishte Hatusha, ishte një hit, si thuhet ai. Ata ishin mbretër, siç është Anglia sot,
edhe kishin një mbretin e mbreturve. A më kupton? Kuptoj. Por i kishin Anglia sot ishin hidhur. Por ku ishin Pellas. Ata që ishin Pellas. Edhe Ballkani që i Pellas. A kupton? Para liris, po. Hidhët si perëndori kanë rënë 107 kurse Troja është 1194. Para Krishtit, me fjalë para Krishtit flasim. Para Krishtit, gjithmonë. 1194 para Krishtit, pasi të Trojën. Tashi, Troja, luta e Trojës ka zgjatur 49 ditë. Nuk ka zgjatur 10 ditë. As një dokument, as një 49 ditë? 49 ditë. Wow. Po flitet për vite në për libra. Tani, që ndodhi? Po qofisht dokumentat e këtyre që kanë manipuluar historinë, thonë, hiken nga Atina, nga Aulisi atje, hiken thot në drejtim të Trojës, ku ishte atje në Turqi. Por ka dokumenta tjerë që thonë erdhën në anën tjetër, thonë në perëndim. E në thonë, Parisi dhe Elena thotë, erdhën në Trojë thotë për 3 ditë. Edhe Agamemnoni, ai që unis në ushtrinë. Po. Ata nga atje Atina erdhën, nga Ulisi, erdhën u pushuan një natë në Itak. A kupton? Dhe natën e tjetër kanë pushuar në Utrin, pastaj kanë ardhur ditën e tretë kanë ardhur në Trojë në Lezhë. Tashi, më fal, ku e thot? Në Lezhë. Në Lezhë? Po, Troja është Lezhë. Më falë, zoti Teodori, tani sepse kjo... Me fjalë, nga Dardanelle, që ne e kemi mësuar se është Troja, tani ju keni hill tezën që është në Lezhë? Po, pse është puna? Në Dardanelle nuk ekziston, ai vend nuk është qujt Trojë. Ati ka qenë Bretnia Hite. Nuk mund të përsh një luftë slavratse në atje, ku ata ishin në kulmin e zhvillimit. Tani, dokumentat thonë që edhe ti mund të kesh lexuar që kanë shkuar ne, por ka dokumenta të tjera, janë dokumenta të tjera që thonë erdhën edhe u ndaluan në forcat e Helene, ishin grek, Helene, u ndaluan thot në Itak. Aty thot njërin nga ata e hëngri gjartë, edhe e lanë aty, kurse vetë u nisën edhe për 3 ditë erdhën në Trojë. Pra erdhën në Trojë, nuk ka qenë qujt Lezhë, ka qenë qujt Ilenum. E para. Interesante. Nga Trojë, pse thot Trojë? Troja thot ishte një kala, ishte 184 metra e lartë. Troja, kalaja e Lezhës është 186 metra e lartë. Po të shofish atje, ka qenë ajo ndërtesa pallatit i Priamit edhe i këtyre fëmijëve të vet, edhe ata janë shem brenda vetes. Edhe kanë ngrit 2 metra. Po Troja, ajo lartësia. Thot, sipërfaqja e kalas sot është thot 5 dylim. Edhe unë e kam marrë, atje është 5 dylim. Kurse perimetri i kalas sot është 1600 metra. E dyta, thuhet, nga ura e Lezhës, ose ura e Trojës, aja ura si sot atje, ashtu, deri ka kishte një port të vogël thot. Edhe porti thot ishte 8 kilometra larg. Edhe këtë thot me dokumenta, se nuk mund nga ura thot deri në det thot ishte 5 kilometra. Pra e kanë të sqaruar, Homeri ka qenë shumë i saktë kur e ka thënë. Tjetër, Homeri thot që nga ura thot Lumi Skamandur, nga ura thot dhe deri për fushën e Zadrimës, deri në Valdez, atje për fushë, është 32 kilometra. Pra, më fal për ndërhyrjen. Homeri vet ka ekzistuar apo ka qenë një, si thoshte, një gjetje popullore e poemave, e fjalëve? No, shiko, këto le t'i bëjnë, këto le t'ja tregojnë aty në ignorancat të tregojnë Akademisë Shkencave në Shqipëri. Edhe aty që bëjnë ignorancë atje. Sepse Homeri ka shkruajtur 32 libra. E di ti këtë? Ka shkruajtur 32 libra. Edhe këto thonë që Homeri ka qenë qort, po i ka shkruajtur në shekullin e 8. Ka shkruajtur 4-500 vjet mbrapa. Shiko këtu.
32 libra njëherë nuk t'i bën kush. E para. E dyta, edhe i qoftë se i shkruajti njëri, thot 32 libra, a do ta vinte emrin që i shkruajti filani? Kur dihet që në shekulli e 7, në 7, para erës tonë gjithmonë, është një shkrimtar tjetër që ka shkruajtur për herë të parë Mohamed. Ai që shkruajti këtë, se si mund emri që shkruajta unë apo ja bën për kështu atje. E dyta, po Homeri thot, Homeri ka thënë piketa për Trojën. Homeri ka dhënë piketa, thot. Përballë Trojës ishte tre tale, lejha, tale lejha. E ke parasysh tale? Tale, po, si jo. Të panë Trojës, lumi thot, Skamandë thot, nuk ishte i lëndrushëm. Edhe lumi i lejhës nuk është i lëndrushëm. Edhe lumi i Drinit ka kaluar në Lejhë, nuk ka kaluar në Shkodër. Në shekullit 18 ka kaluar për Shkodër. Bile në vitin 1960, e përhote e qura nej. Tjetër, thot, gjatësia e lumit thot në për fushat e Zadrinës, deri në Valdez, është 32 km. Tani, se thot, kur them që ka qenë sa ka qenë se, thot, mali i Olimpit është thot në Zers. Thot, thot, lumi i Skamandës thot, nga Olimpi thot, i vjen dy lumej thot nga Olimpi direkt, nuk e ka rrjedhur në Olimp, e në vjen edhe i bashkohen me lumin Skamandër. Ato është lumi i Valbonës, edhe është lumi i... Më fal zoti Teodori, mali i Olimpit është në Jezerc? Po, më lart atje. Jezerc është Olimpi që ne kemi mësuar ndryshe në histori. No, ai është herë poshtë, ai nuk e kanë atë, që si kot ata. Ajo, ideja se një Olimp është në Thesali, nuk ekziston ai. Ajo nuk është e ejti. Nuk ekziston. Janë teza shumë të fuqishme këto zoti Teodori. Departamenti i shtetit e ka hedhur poshtë. Ata që e kundërshtojnë dhe të pyesin se ja tregon departamenti i shtetit këtë. E para. E dyta, thot janë dy lumej thot. Janë dy lumej që vinë direkt nga Olimpi. Olimpi është me shumë kreshta thot. Edhe ajo lartësia atje është me shumë kreshta. E ke parasysh, nuk e di, ti je nga ta anë, ajo është me kreshta. Dhe një kreshta, jo kreshta më lartë thot. Se ke kreshta më lartë vinte thot Zeusi thot që shifte, po është një kresht tjetër ngjitur thot më aty thot se Zeusi nga ajo ta shifte luftën e Trojës. Pra është një kresht që shifte Dezha. Aty shifte Dezha direkt. Interesant. Kjo është e maqme. Nuk ka nevojë, po të shkojsh atje me këto aparaturat e marrë të dhe që shifte Dezha. Pra, nësa, ai Shidermani, ai nuk ishte historian, ai nuk ishte arkeolog, ai nuk ishte studius, por ai ishte një matrapas, ai ishte një mashtrues që kërkonte për Florit e Augustos edhe të Aleksandrit Madh, që nga Egjipti e deri në Turqi e në aty ku është Greqia sot. Edhe ai çfarë bonte? Merrte ai ka qenë këtu. Ka qenë në Amerikë. E diti këtë që ka qenë në Amerikë? Jo, tani po, po dëgjoj me shumë vëmendje, sepse këtë gjitha këto tezat që ju thoni, me duket si teza konspirative, sepse duke patë parasysh ato çfarë ne kemi mësuar dhe çfarë ne dim. Dhe na, ashtu kisha mësuar dhe unë. Po kur futa studimeve të gjitha ndryshe. Pra, ai Shidermani ka qenë në Amerikë. Edhe historianët këtu, atje ekzistojnë dokumente, e quajnë një mashtrues. Ishte një mashtrues. Ai çfarë bonte? Bonte ditële ata lekët e Florit, edhe shkonte dhe i fuste aty në për ku është ajo Sparta, i fuste atje në për gur, në për shkrombe, e në mes të grup njerëz dhe shkonte gjeta ato të kohës së Trojës, atë të Belaniut, atë të lekët që kishte përdo. Atë nuk ka pas lekë në kohën atyre, nuk ka pas prerja. Prerja që ka filluar dhe Sardiun ka filluar si kohën e Aleksandrit Madh, ai filloi prerja e këtyre monedhave të Florit. Pra, është një mashtrim total i historisë. Dhe tani Homeri thot që nga ura e Trojës, ke Lejha, jashtë 200 metra poshtë, thot ka qenë muri perëndimore në vazhdon drejt nga stadiumi i Lejhës. Një ke parasysh Lejhës. Po, jo. 1500 metra nga deti, thot, ju futën këto, hapën kanal,
me ujë, se del ujë atje diku, edhe del ujë atje, sa zhveni ujë, Po hapin tjetër, kanalin e bush shtylla, që kur do diteshin me shigjeta nga ana tjetër, mos të viteshin në shtarë. Thot kishte vend, thot se ushtria u vendos të plagj, thot, kishte vend, thot, sepse ishte midis dy lumenjve, edhe dy lumenjt fillon, është lumi i Drinit Leshës, edhe lumi i Matit, njëne që lumi i Skamandër, e që Silamon Tjeshtë e lumi i Matit. Pra kishte, dhe janë laksia është ke 13-14 kilometra. A më kupton? Shiko, nëse më lejon, vetëm një sekond, po vjen një pyetje interesante nga një mik i joni. Ne drejt të po shkolli pyetje. Thotë, përshëndetje Leonard, thotë respekte për emisionin, thotë dhe për ndjek me shumë vëmendje, thotë zotërinë e ftuar. Dhe jam, thotë, dediku, dakord, thotë, me çfarë po shpjegon zotëria, thotë, po unë kam lexuar, thotë, nga një studiues vlonjat, që Troja është në Shkodër, pikërisht aty ku është kalaja apo ajasëm mbas kalas lagja e vjetër. Dhe zotëria thotë po thotë është në Lezhë. Cila mund të jetë e vërteta si mbas zotërisë e ka has këtë fakt që Troja mund të jetë në Shkodër? Ti gjë. Hajde, çfarë diskutimi na ke hap zoti Teodori? Jo. Unë e para herë atë zotërinë që na dëgjon e përshëndes. Edhe për pyetjen që bën shumë e falenderoj shumë. Tani ku qëndron dyshimi midis të Lezhës dhe Shkodrës përsa flas për proponën e dokumentave. Kuptoj. Akili thot Homeri, Akili thot, vajti thot në tep. Në kalajet e Shkodrës e ka ishte tepa, është tepe. Tepe. Po, tepe. Tepe. A i thonë shkodroni tepe? Po, shkalaja e vjetër, mi thënë lagja mbas kalas, si për kalas atë. Kalaja ishte tepe, po. Aty tepe ishte jo. Ta është një thot, laksia e kalas, thot, Homeri thot, që Akili kaloi, thot, me një, ishte një mal i firët, thot, ku kaloi, ke plazhi, ke porti i Lezhës, po të kaloj shami dhe për Veliboj është ajo malësia, t'i gërën e jetë më shumë i tjerë të i mali. E kupton? Po, mali gjymit të harë, nuk kemi sigur të mundësi. Po, sa i mali aty, është shumë i tjerë, kam bëj rrugë tani aty, që kaloj për Veliboj. Po. Se kaloj aty Homeri, thot Homeri, se kaloj e një, sepse ke ure e Lezhës, po të alish nga ura, nga në si që të i mali, sa të aty nga ura, ku kaloj makinat për aty, është ishte vend të këmë lidhe i hektori, i lidhe ushtrinë aty, aty më lidhe që hektori në ushtri. Edhe nuk më kaloj. Kurse nga ana tjetër thot është në kënet, edhe këneta e Kakalici. Këneta thot është në anën veriore të Trojës. E thot Homeri, edhe është edhe Kakalici. Kemi parasysh flasim për para 3000 vjetëve, pra nuk ka qenë struktura sikur është sot. Shiko, shqiptarët nuk e kalon historinë të vjetin këto, se nuk ka qenë është budallej. Tani çka ka ndodhur? Shkoj thot edhe shkoj në tepe, atje ku ishte kalaja e tepës. Por, ai nuk e ka përdorur, buna nuk ka qenë lëndrueshme, sepse ka qenë vetëm buna, edhe ka qenë kohë vere. Sepse Drini, mi fjalë ju po thoni që Drini në atë kohë nuk ka ardhur në Shkodër, nuk ka qenë në Shkodër. Jo, Drini ka ardhur në 1960 komplet aty në nga Shkodra. Edhe aty me qëllim që mos thonë që ka bëja aty ajo nuk e heq atë. Që më thonë që ka qenë. Pastaj, në Shkodër nuk ka dy lumej. Jo është vetëm buna. Kurse Kiri nuk është lumë veror. Në verë Kiri thaje. E vërtet. Pra lume, nësa Homeri thotë lumejt e Trojës ishën lumejt të saktë, të rregull me ujë, të rregull. Edhe lumi i Matit, edhe lumi i Drinit në Lezhë ishte i rregull. Kurse lumi Drin në Shkodër nuk ka vajtë në gjë. Ju kuptoj. Është shoku të tepërmjet. Por se pyesti Shkodranët. Tjetër, Homeri thot, kalaja e tepës e kjo, pra e Shkodrës ose e tepës, me kalaja trade ka qenë kalaja Ulqinit, që i trade thot, ishin 20 kilometra. Edhe po të shohësh dagësinë e tyre dy kalave janë të dyja 20 kilometra. Vërtet, ashtu mund të jetë. Homeri thot, shikoni thot Homeri, se
Nuk është thot Teba thot Troja, pra Shkodra. Se po të shofish Zeusin atje në malësinë e Tropojës, në maj Dezerës. Është një malë si për postribës, është një themun, është një malë që nuk e le thot që Zeusi të shofë të fushën luftimit. Pra, por mos e nga trojë thot në greshur, e ka fjalin për Karabolshin. A kupton? E kuptoj. Pa, Homeri, kur ka shkruajt për ne, dolim prapë se Homeri ka qenë shumë i saktë. Kur ka shkruajt. Edhe një tjetër thot Homeri. Kalaja, Troja thot, Kalaja, edhe mali kur rrin këto mbretërit, jo Athina, Afrodita e këta, jo Zeusi me ato dy mbretërit, po këta të vogla. Kuptoj. A kupton? Këto janë një drejtim. Edhe po të shkojsh në Lezhë, kalosh që vjen nga Kolli, ka vjen nga Shënkolli, kur vjen nga rruga që kthen për në Ishull Lezhë, jo në Shëngjin, po Ishull Lezhë. Ju kuptoj. Mali dy pishta malesh, edhe ky është mali një mal është mali i Vallëdrenit, Po. edhe mali tjetër është mali i Si di si mali i Ishullit ndoshta. Mali i Ishullit ndoshta. Okej, jo, interesante, se fakt, Omeri në të vërtet kështu e thot, që ishin dy bishte malesh, por në vazhdimisht e kemi mësuar që këto dy bishte malesh janë në Dardanele, po mirë, e keni studiuar ju, ekziston një vend i tillë në zonën e Turqisë sotme? Ose në Azinë e vogël? Shiko, për 200 vjet, gati rreth 200 vjet, 200 e sa vjet, 150 vjet, shumë njerëzit vetin pa dukur thon departamenti i shtetit. Në një vend që nuk ekzistonte. Ata janë mashtrime. Tan problem tjetër, thot, Homeri thot. Po ka i vend thot, shihet dy pista male. Po ka i vend pak nej thot, i shihet Troja, që është Lezhë, Kalaja, edhe është aty ku rin ato mbretërit e vogla, që ishte Afrodita, Athina, që është e verës e këto që ishin, janë në një drejtim thot Homeri. Edhe aty janë të gjitha ata janë në një drejtim. Pra, kjo tregon që Homeri ka qenë prezent në luftën e Trojës. Okej. Më leje prap një pyetje nga i njëjti dëgjues, thotë Omeri vetë thot nga ka qenë, thot, kush është mendimi i zotërisë? Po të shofish të shkrimet e këtyre filozofëve të historisë. Kon Homeri thot ishte nga 7 shtete, thot qytete nuk e njeh njeri thot se nga ishte. Edhe kishte për 6 vetë kalamajnë, diku thosh 50, diku thosh 60, diku thosh 100, diku ishte Sultan, diku ishte Qot, diku ishte kjo. Shiko, do janë histori që janë shkujte, do të thotë që a ka ekzistuar mbret një sot, ku e di, ka shkruajt dokumenta, ka dokumenta, apo jo? A ka ekzistuar ka dokumenta. Edhe kjo, a ka ekzistuar Troja, po, ka dokumenta. Tani, Homeri ka shkruajt në gjuhën gegnisht. Pra, ka shkruajt këtë, edhe Gjon Shllaku e ka thonë të gjuhën gegnishte. Por, mes gegnishtes, Homeri ka përdor një të dialekti Dibran. Janë fjala Sus, fjala Ziga, fjala Gran. Janë sa fjalë që ka përdori kanë fut ke libri, edhe janë edhe në jam. Janë sa fjalë që janë fjalë vjeta që përdorën në libër. Pra i ka përdor gjithë. Pra, Homeri, për mua, Homeri është i Iliridës. Edhe libri nuk e ka Iliad, po ka Ilirid, sepse rëja në gjuhën angleze bien. Edhe Ilirid, Iliad. Këto e quajnë Iliad e është Ilirida. Ilirida është pjesa që Mi fjalë, ju po thoni që Homeri është nga Dibran. Tash ti thuhet të dëgjoj tjetër. Thuhet dokumentat tash. Tu flas për dokumentat. Ju kuptoj. Homeri ka përdor dialektin e Dibrës. Gjithë dialektin gegnisht po Dibrës. Kjo është Iliada është shkruar gegnisht. Por ju kuptoj. Dialekti më thot, si Argëj, Argëj. Kishin zbritur thot në Pela, aty ku quhet Virginia, pra në Pela, ku është Kantika me 3 gishta, 700 vjet para Krishtit. Kupton? Por ato vinin nga një familje, ishte familja e Aleksandrit Madh, Filipit, dhe gjithë atyne
ishte backgroundi nga Homeri, vin nga Homeri. Kështu thua. Pra ishin të zbritur nga Ilirida për çështje biznesi, për blegtori, sepse kishin shumë blegtori, edhe fushat janë shumë të mëdha në atë zonë, edhe kishin bler toka gjëra atje, edhe aty u ndërtohet edhe mbretënia e ajo që quhet Ilira. Shumë interesante zotë të. Për mendimin tim, unë për këtë kam dokumenta se po Homeri ishte, pra edhe Filipi ishin nga ana perëndimore asaj që quhet Macedonia. Shiko, a keni patur përkrahje nga të tjerë historianë, nga Akademia e Shkencave jo, por a konsultoheni me të tjerë ose vini përballë dokumenta nga holuntues të ndryshëm shqiptar njëri me tjetrin? Ka pas mbështetje nga ato jo nga të gjithë, po nga një tjetër. Bile fillimisht quhesh si lajtitje. Ja qova librin një akademiku në Tiranë, ai miku im nuk do them, se sa ashtu. Edhe ai e kishte marrë librin, e ne lash 6 muaj, 7 muaj e tjera në pini kafe, tash. Edhe vajten i kishte vu aty vijës, vija 16 faqe, kishte lezuar vijës. Të djalë tash të librin ta paske marrë menjën, ta paske majave ta, paske shku në qiell, pa çka ke bota, këtë e budalliqe. Po i thash, në dha librin e kishte bëjt libra akademiku për luftën që për pushtimin që i ka bë Italia Shqipërisë. E pash librin, po si thash profesor, thash ti je profesor historie, po ta. Akademik, po. Ishte akademik. Po thash, aty ti thash që italian nuk e pushtoi Shqipërinë, po e pushtoi për ta mbrojtur se donte ta pushtonin këto, komshit i thosh. E diti këtë punë, edhe në Shqipëri nuk bote Italia luftë shqiptarët. As Austria-Hungaria. Austriaku thash e shpëtoi Shqipërinë. Ke ndju keq. Jo, e pushtoi, po s'u ta pushtonte. Po vite italiani thash. Aty thash që të marrë këtë komshit e jugut, e ke parasysh. Patjetër, dhe kishte marrë Greko. Ha? Dhe kishte marrë Greko. Jugun, Greko, veriun Serbia. Të marrë ata. Ai tani edhe tash në 97 atë punë po bënin, po donin me marrë Shqipërinë. Patjetër. Edhe qëllimet aty kanë qenë janë edhe sot. Pra, italiani 1, edhe austriaku 2, pra Italinë e ndërtuan ne, e zhvilluan ne, edhe aty djem shqiptarë, janë shqiptarë, njihen nga rraci. Edhe austriaku është një idiot. A kupton? Që në kohën e Tellasit ne ndërtuam Romën. Nuk e ndërtuan Romën komshit. E ndërtuaj Eneja. Eneja ishte nga Marsia e Shkodrës, nga jini edhe ju. Eneja perandori e Romës nga Marsia e Shkodrës. Po, ishte i rënd, ishte Eneja ishte këshilltar i Priamit në Trojë. A kupton? Por Eneja kur Akili shkoi dhe vraj, kishte e shoqja e Enejas, ishte e bia e mbretit të Tebës, të Shkodrës. E laj mirte mbretëni për shoqjes, po kur u vrau Akili atë mbretin, kur e vrau Akili atë, që e shpret pasaj se t'ishe shoqja më nëjtë. Pavarësisht se pak koqeja se u prishu lejdo. Tjetër, Homeri flet për 6 qytete në Trojë. Edhe 6 qytete është. Ajo që sot është Lezhë, që ishte Troja, është Shkodra, është Bushati, është një tjetër, o Drishti, apo Odesë është një vetje, 4, është Ulqini 5, edhe mbretëni ka qenë edhe kjo Milot, Pjellaç, është një mbretëni ka qenë. Pra flet për 6 mbretëni rreth e përqark Trojës, aty ishte. Edhe i thot në emra e Homeri. Edhe këta janë në dokumentat e departamentit të shtetit, nuk janë në dokumentat e këtyre që bëjnë mashtrim. Ju kuptoj, edhe është vërtet shumë interesante të dëgjosh ju këtë teza. Në Trojë ka pas flamuj. Dardanët kishin flamuj të kuq me shqipoj, kurse helenët e kishin flamujin atë sopën me si e florir me atë të me diell, me të diell. Ka pasur. Edhe flamuri jonë nuk
një kohë Skënderbeu që shkruajnë ta historianët. Flamuri nuk është Skënderbeu, flamuri shqiptar. Flamuri shqiptar është 4650 vjet para tani, ose 2650 vjet para Krishtit. Flamuri shqiptar. Me fjalë, flamuri që ne themi flamuri Skënderbeut, ju thoni është që në kohën e Omerit, pra që në kohën e Trojës. Flamuri Skënderbeut është flamuri i lirë. Skënderbeu nuk ishte ai i krishtërimit. Ata do rinë fumit, ishte i fundit i Ilirisë. Deri në shekullin e 6, nga shekulli 5 para Krishtit, deri në shekullin e 16 tashti, Ballkani kyt Iliri. Jo i dy lira këtu. Jo dy një fis i lirë donë, sepse ku ta humbi që është një lira. Se kanë të slavë të thonë ta jemi ne këtu. Pa nuk ka pasta. Ju kuptoj. Por, në dokumentat e Departamentit të Shtetit, do të shokë dhe më vonë ka Ballkan, deri nga shekulli 5, para erës tonë, deri në shekullin e 16, është quajtur Iliri. Shumë interesante. Këto turqit janë ndryshuan e pushtuan, që në kohën e Skënderbeu për qatë që kishin pushtuar, edhe për ta shtukur si kom shqiptarin, ato morën e shtukën gjuhën, nuk e lejon përdorë gjuha, nuk e lejon përdorimin e gjuhës, si nuk kanë lejuar në sot në Turqi. Nuk ata vendalit atje nuk e lejnë të flasin shqip, edhe e ndaloi me dhunë, edhe filloi ndryshimin e emrave të njerëzve. Edhe të tokave, edhe më përpara kishte po Bullgaria ndryshimin e ambienteve të tokave. Por do e bën atje. Gjyshin në kohën e Skënderbeut, gjyshin e ka pasur Luis Teodori. Ka dokumenta. Dhe pastaj këto e ndryshuan sepse i detyruan të bëjnë emra musliman. Por atëherë kishte emrin Luis. Edhe kjo është edhe në dokumentat e Turqisë, kur turqit merrin këto që merrin paret e taksave, si ka qenë. Po. Por këtë ka shkruajt edhe Kristof Rashid. Unë kam dhënë në Facebook ato. Edhe kështu që ideja që ka qenë një fis, një historiane, një e marrëme, një e pa edukume, e pa shkollë, se kur bësh një gjë do të kesh shkollë, do të hapish libra, do të kesh diskutuar. Më thot mu ka qenë dy shtëpia, thot kanë qenë anej, thot nga veriu, thot e ne erdhëm në Borel. Unë futu në Borel, thanë ata dy shtëpia i lirë. Pra nuk kanë ekzistuar i lirë. Një profesor tjetër atje thot, gjuha shqipe thot ka dalë në shekullin e 6. Ka filluar që ai se ka iden në shekullin e 5, në 529 gjuha shqipe është ndaluar kategorikisht përdorimi. Plus që e ndaluar prapë turqit në shekullin e 15. Por në 529 kategorikisht e ndaluar e lanë gjuhën. Shiko këtu. Gjuha shqipe ishte gjuhë internacionale. Ishte gjuha e botës. Që nga shekulli mileniumi i 4, jo shekulli, 600 vjet para Krishtit, deri 200 vjet para Krishtit. Ka qenë gjuha shqipe, ka qenë gjuhë internacionale. 500.000 kopje librash kanë qenë në Aleksandri. Të gjithë librat e qishtë Bizant kaluan në Aleksandri, edhe librat i kanë marrë këto gjyshët. Këto hebrejt, gjyshët. E ka me emër, këto dokumenta, është për dokumenta. Po të duhëm ta që themën tani dhe ka shkoj pysin departamentin shtetit sa të rëvonë për departamentin shtetit. Tjetër problem. Gjuha shqipe, në 200 vjet para Krishtit, nga gjuha shqipe doli gjuha latine. Gjuha latine është gjuhë shqipe. Gjuha latine nuk është gjuhë, është një gjuhë shqipe, po e përmisuar, po të si u vemi latin. Am kupton, nuk e thani shqipta, nuk e thani blanke, po e thani gjuhë latine. Ja vu emrin sepse ishin shqiptarët, dardanët ishin ndërtuar në Itali. Edhe ja dhanë emrin për sa popull italik. Ishin popullit italik, aty e bën emrin gjuha latin, popullit latin. Po, komparasysh. A kupton tani tash si puna? Edhe sot shumë interesant. Ka rrjedhur nga gjuha shqipe, ka rrjedhur gjithë gjuhët e Europës perëndimore, po ka rrjedhur sot më afër gjuhës shqipe është gjuha angleze. Anglezja është një gjuhë dardane e pastër. Pavarësisht. Shiko, ne i themi për shembull mirë, e shkruajmë mirë, po e themi mirë. A është kështu? Po. Ne kishim dy shkruhet, dy shqiptarë. A kupton? Kjo është një derivat.
sot në botë, gjuhën angleze e fëmijët, nga mosha 3 vjeç, për mos thonë 2, po 3, e deri në moshën 20 vjeç, të gjithë të që kanë lindur tash në internetin, e dinë gjuhën sepse e mësojnë nëpërmjet iPad. Më kupton? Pa diskutim, po e kuptoj. Shiko, a keni në dorë tani në një studim të ri, në një libër të ri, ose me çfarë po merreni? Për se dalë këtu. Se më përpunë të se si ka shku këto libra. Pashti. Ato akademikë shqiptarë kështu shkon këto punë, ato nuk e kanë ato, sepse janë lidhur me ato dokumenta që shohin atje. Që thonë që kanë shku këto, komshit. Edhe ata janë, komshit edhe i financojnë, u kanë ble vila, u kanë ble pasuri tunqet pa tunqme. Edhe kanë hap biznese, jo vetëm Shqipëni, po dhe jashtë Shqipërisë. Akademia, organet e SPAK-ut edhe këto organet kompetente në Shqipëni, prokuroria, duhet patjetër të shofe tek akademikët. Të shofe si kanë penetruar, ku kanë të ardhur, nga i kanë siguruar për të ardhur, sepse janë financuar për zhdukjen e identitetit tonë kombëtar. Edhe, në fund nuk kam shitur shumë libra. Unë nuk marr fitime nga librat. Unë kam shitur dhe tash janë 104 libra mi kanë marrë. Edhe në Australi nga 2 vetë më kanë shu, kanë marrë në Amerikë, në Kanada, këto pak e pak, jo kështu. Edhe në Itali mi kanë kërkuar librat, pra disa shqiptarë, gjithmonë ka shqiptarë. Ju kuptoj. Por edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni mi kanë kërkuar, ka kërkuar edhe një në Malezi, nga 2 vetë. Dhe nuk është kam qitë. Është libër shumë i fuqishëm, shumë kontrovers këto fakte që nxjerr mirë. Një shqiptar tash po ka Shqipënia, nga Malok si që jam dhe unë edhe kimi në Malok. Daldan, një Daldan, se Daldan janë, e di kush është Daldania. Daldania fillon që nga Kadismi Galdikës, gjitha që është sot Macedonia dhe Selaniku, libra që ka qenë Filirida, vjen në një Kosova, edhe vjen deri në kufi me Kroaci. Është me Kroacia, Kroaci që në Dalmat, ata ishin i lirë. Dalmat, po. Tani ka para çfarë ditë ka kërkuar njëri për çdo kopë 60 libra. Pra të 3 librat nga 60 libra ka kërkuar. Shumë rëzun. I shifet se ka një farë lëvizje. Doshta, unë librin Aleksandrin e Madh kam 8 vjetë që kam bërë. A kupton? E nëzore herë si maket, pasaj e nëzore libër direkt. Shiko, këta lloj librash nuk janë të kollaj për të përthithur nga masa. Sepse duke pas parasysh se jemi rritur, çfarë kemi mësuar, pra i thoni me breza të tërë, kështu si thoni ju, kemi mësuar gabim. Shiko si është puna. Brezat tonë kanë bërë lustra. Edhe nuk e ka pas pa mund më për shembull këtë punë si është kaluar. Po brezit tim edhe tëndit, tuaj tonë që jemi sot këtu, nuk i lejohet në asnjë mënyrë që ta loj historinë pa shkruar. Ja, sot ka mundësi pafund. Është i përgjegjësi, i ke përgjegjësi ndaj brezave. Sepse çfarë bëre? Çfarë bë? Si e la? Patjetër, pa diskutim. Kërkoj nesër. Ti e di që neve në anët tona, amaneti është i shenjë. Është i pa të mëtet. Amaneti është brez, shkon brez në zbrezi. A kupton? Ka ndaj historia do të shkojnë në vendin që të ka. Unë, nga këto akademike të Shqipënisë një nuk kam qef më. Ku mund të gjenden këta librat tuaj për dikë që mund të jetë interesuar, si mund t'i gjej këta libra? Po do t'i çojë atë linkun unë për ta butuar edhe ashtu do. Tashi, këto akademikët tonë ju është mbush menja, edhe aty dhe thotë, kështu thoshte NVI, pastaj aty ju ka ngel menja ke 8 në dorë disë njëshi. Si janë të ashtu, a i bru. Fatkeqësisht. A i bru. A kupton? Edhe në këta nuk do të laf. Po unë du të bëllaf, kush doj, këta akademikët të kom shqip, gjithë, këtë te, edhe nga Anglia, edhe nga Franca, edhe nga Gjermania, edhe nga Rusia, le të bëjnë më vetë, po tregoj tamam atë si kush. Ju kuptoj shumë drejt.
Shiko, me që se jemi tek historia, por du të bëj një pyetje, ndoshta mund ta quash edhe provokuese, por të doja një mendim tënd. Duke patur parasysh që sot janë mundësi pafund për të shkruar, për të studiuar, për të mbledh fakte etj. Tani, kush është mendimi jot? Sot ka më shumë shkrimtar ndriçues apo provokues? Shiko si është puna, unë nuk jam kundra shkrimtarëve. Atë ne kemi nevojë të shkruajmë. Ne kemi nevojë të tregojmë historitë tona. Ne kemi nevojë për shumë gjëra sepse i është ndaluar këto punë. Edhe nuk është të thonë me që gjithë dhe shkruajnë në mënyrë perfekte. Sepse në kalimin e fizikon koha njerëzit. Por, kur ti bën një ese, kur ti bën një roman, kur ti bën një tregim, a kupton, kur ti fut një poezi, pra, ai ka dash të thotë diçka atje. Atëherë, le ta vlerësojmë edhe këtë mendimin e atij që ka dash të thotë diçka. Se jo vlerësoj koha pse. Nuk janë gjithë perfekt. Edhe padisëdim. Askush nuk janë perfekt, askush nuk është perfekt. Absolutisht. Por, është perfekt është ai që devis, që bën diçka, nuk fle gjuhë, po jep diçka për jep shoqënisë, jep kombit, jep rinis, jep brezave. Pra, ndihmon të ardhmen. Kjo është me shumë vlerë. Shiko, zoti Todori, meqense ju jetoni në Amerikë dhe jeni më afër atje, si thosh, studimeve, ndoshta dhe afër dedikuar të politikës amerikane. Dhe është diçka që vazhdimisht ne shqiptarëve na shqetëson. Si e mendon, është e mundshme bashkimi i trojeve shqiptare? Edhe bashkimi i trojeve shqiptare është nevojë urgjente. Nuk ka nevojë të bashkojmë kusijat, tepsijat, ato. Ka nevojë të gardë. A ku da anglezit dajnë ata tepsija, tepsija, në të... Pa diskutim. Qiko, ne duhet të heqim gardi. Shna duhet gardi, ai gard që jeton, që është atje në Mori. Shna duhet ai kufi atje, përse ku jamajmë të kufi? Shna duhet gjitha të posta me Kosovën, posta me Maqedoni, me Shqiptarë. Unë libra shkova në Maqedoni, atje në Dibër, unë Maqedoni, unë shkojva në Dibër, sa atje Dibër të madhe, edhe me pritën me shumë respekt atë, për që duhet muaj kufiri atë të futën kufia, toka ime, edhe ani toka ime, edhe këmi toka jonë. Se dhe shkoj shpërkime unë me kufi. Atëherë që bën? Atëherë dalim se qeveria shqiptare, qeveria sot shqiptare, është kukull. Ka qenë kukull që nga 20-ta, ka qenë edhe më parë, ka qenë kukulla, edhe sot janë qeveri kukull. Fatkeqësisht. A e gjonë ti Putini si thotë duhet një qeveri që t'jetë vasale e Moskës në Ukrainë? Kështu kanë majtë të qeveri, që ta majtë një qeveri vasale të tyne, slotëve. Jo kuptoj. Që që, e para është duhet bërë, nuk ka nevojë që të themi Shqipënia bashkohet me Kosovën, e të bëmi me ekonomi. Shqipënia, si që është New Yorku me New Jersey, si që është New Yorku me Philadelphia. Kuptoj. Se cili ka ekonomi vetë, ka rregullat e veta, apo kufi nuk ka, janë një të tjerë, shkojnë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni. Pastaj ai deti nuk është i këtij kryeministit, këtij Shalxhatit. Tash s'u merret vesh, s'ka lënë gjë pa shit. Po pra tash. A ke parë që ka vu atë mumjeve të ka vu atë ke në hotel Tirana mund përballë një stem mumjesh të Egjiptit, apo çështë edhe Pakistani, kështu që, po ky ore, edhe sot ky vazhdon pret se pra japin ata, ai është kapur për fyti. Fatkeqësisht ju e thatë shumë mirë, që në 40-ën, pra që në 41-shin, 8 nëntori 41-shit, edhe në vazhdimsi me fjalë është punuar vazhdimisht për ndarjen, për çarjen e trojeve shqiptare.
Po jo vetëm për qarje, po ata kanë shkatruar çdo gjë kombëtare. Është punuar për shkatrim çdo gjëje. Ore, ne në 40-ën e 45-ën njerëzit ishin me tollon, me kështu me triska, pastaj erdhën me tollona. Pa ke parasysh 89-90. O, lërë, se unë kom qenë adoleshent atëherë, por me fjale paka shumë e mbajnë. Do të them një gjë për balësinë nga jeti. Ai që ka po rregullat e Biblës është ironin e mira, është nga feti, nga ajo zona juaj. Po. Ai ka po këtë janë dokumenta këta. Flas për dokumente që flasin departament shtetit, flas për dokumente që flasin ata partizanë shqiptarë. Çet një gur atje bën. Tani, se jemi të vjetër ne. Të seri të një gjë që se jemi të vjetër se flasim unë kanë fol për gjuhën shqipe, që është gjuhë kozrike. Ai gjove para ca ditëve dhe para në 1983 një grup ka shkuar dhe kanë marrë ato në Lekbi Bajsi për në mal atje në Ezerë. Po unas. Hepri, e ke gjuhë për këtë ditë? Jo, si që shumë jo, nuk kam gjuhë. Po, ai kjo unas ka shkuar dhe kanë bërë analiza. Shive se e thotë ka një program një televizion ato të Lekbi Bajve. Ose e kanë dhënë para një vit të 2 javë. Shive se të ta tregojnë. Po gjithë unasa e kanë fotografuar të gjitha dhe kanë shkuar analizë. Edhe ka dalë Hepri 41 vjet përpara. Pra 41 vjet përpara shkidhën Atlantidën. Atëherë Atlantida ka ndodhur. 38 vjet, 50 vjet para Krishtit. Kupton bazë dokumentave. Jo me llafet e mia. Se të thush një gjë, edhe mos thësh vetë ku më paraqit, do të thotë se ti je jashtë loje. Më kupton? Po pse tash? Prandaj kemi shumë të lartë. Ku ka qenë Atlantida? Atlantida, ku ka qenë? Në Oqeanin Atlantik, midis Pra ka qenë i lidhur dete mali me hekura, po e themi se më duket se mali me hekura quhet ai atje. Po mali me hekura, bëni hekurave, thotë, maja e hekurave quhet. Ai është quhet Jezerë, maja e hekurave që është maja më lart, aty është Olimpi. Po. Ata kur kanë ardhur, ka shku ka bu hekur për u shej se ja, i më vek që i ardhi. My God. Shiko, dua të të bëj edhe një pyetje ndoshta si përfund. Ju në fillimet e viteve 90 ju jeni marrë edhe pak me politikë. Dhe e shikoni veten sot të riktheheni në politikën shqiptare? Nuk them se unë kam një eksperiencë në këtë fushë, kam shumë eksperiencë, por në diasporë ne kemi një grup, një staf të madh intelektualë, kemi shumë intelektualë, kemi profesor, kemi doktora shkencave, kemi njerëz të ditur, kemi njerëz të pasur, njerëz të gjitha fushave, ekzistojnë në Europë, edhe në Amerikë, në Kanada, edhe në gjithë vende tjera, në Australi, në gjithë vende tjera ku komuniteti shqiptar jeton, edhe punon. Është populli më vital në botë. Tu në New York, ku jam unë, janë 200 nacionalitete, rreth 296-200 nacionalitete. Askush nuk ka nivelin që kanë shqiptarët. Shqiptarët kudo janë vital. Janë shumë vital, shumë të hapur. Edhe shqiptarët, po të hapen hapësira. Po të hapen hapësira, ne diaspora mund të ndihmojë jashtëzakonisht se. Po ai ka kohë, shiko, zoti Teodori, ai ka kohë që diaspora të ketë një federat, konfederat, lëvizje, ku diun, të vetën të organizuar që për shembull të ketë edhe ndikim politik në Shqipëri, të ketë vende të veta si të votoj diaspora për përfaqësuesit e vet. Mendoj që ka kohë një lëvizje të tillë. Shiko, si është problemi. Shqipëria ka sot kontroll. Ka sot jo sa smoni, të mos e real diku po do jo. Jo sa smoni ka ardhur nga diaspora ka shumë të. Po Kosova sot është një shembull demokracie për gjithë botën. A morë vesh? Është shembull demokracie. Diaspora nuk pranon dallaverë.
në intelektualet e diasporës si nuk mund bësh korupcion, nuk mund bësh vjedhje, nuk mund bësh drogë, nuk mund ta kthesh krimin, nuk bësh polici, të inkriminojsh policinë, të bësh bashkë të krime. Pra, diaspora nuk të vjen ty, edhe ti ta drejtojsh diasporën. Diaspora vjen po kriminalitetin. Oligarkët e Shqipërisë diaspora nuk i dëron. Ata hajdutët në shtet nuk mund të qëndrojnë aty. Dhe diaspora mund ta ndërtojë, jo ta ndërtojë. Por ajo që thuhet jepet, ajo që bëhet atje në Malsi, që shkoj shemen shtëpiat në Malsi njerëzve. Se si e thu diaspora ty në njerëzve të zonës, jepi tokën, jepi ato tokat, i di tokat e veta, se cili di malin e vetë ku e ka. Edhe të bëjnë të ndërtoje, bas një plani rregullues, edhe bëjnë të taksa, bas një nëse. Por çfarë bëjnë? Kanë shkuar dhe kanë ul dollarin në 800 lekë, a kupton? Katastrofë, dollari, euro, katastrofë janë. Euro në kanë, shikoj, kjo është një mashtrim që i bëhet, dakor, i bëhet një diskriminim që i bëhet njerëzve në diasporë. A kupton? Sepse kanë familjet për të marrë. Kanë njerëzit aty me të sëmurë, kanë njerëzit me probleme kryesore dhe ekonomike. Kanë njerëzit që thejnë pa bukë. A ke si detyruar të dojnë edhe një torë njerëz të saj, vetëm se të kryen një të ardhur të vogël. Sa do të jetë për të ndihmuar prindit? Apo e kanë gabim. Padyshim, jo, padyshim, shumë e drejtë. Shumë e drejtë ajo. Zoti Teodori, ne si pa kuptuar në ka ecë koha, sepse të nderuar miq, kur fola me zotin Halit Teodori sot mazite për emisionin, më tha Leonard, rreth 40 minuta, tha është mjaftueshëm, tha s'kemi çfarë themi. Por ne bëm 1 orë gjys, 90 minuta që po bashkëbisedojmë, por sinqerisht prapë do të kishim për të thënë dhe për të biseduar, sepse zoti Teodori që nga një minjer dhe si thosh na erdhi me shumë surpriza, me shumë papritura, që sinqerisht shpresoj që ta kemi kuptuar drejt dhe ta përkrahim, të japim ato vlerat e veta maksimale, sepse ky po përpiqet të sjell disa fakte kokëforta që në të vërtetë është pak e vështirë edhe që ne t'i përtypim. Zoti Teodori, nëse ke diçka apo nëse unë nuk e kisha, nuk më shkoi mendja të të pyesja, mund të thuash çfarë lam pa fol. Do të tregoj një gjë që duket i qike e budallik. Shqiptarët, Pellazgët, Ilirët, pra, Pellazgo Ilirët e Shqiptarët, pra ishin Pellazgët, Ilirët ishin pasansit e Pellazgëve, edhe ato janë basajdi Shqiptarët. Shiko, i kanë ngrit perendorit edhe i kanë ullë, sa herë kanë dash ata. Perendorit në botë. Tani në gjë këtu, në njërin që nuk i pëlqen ky llafi që i them unë, dhe të pyesen në departament shtetit, a është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Te shqiptarët i kanë ngrit edhe i kanë ulë perendorit. Shumë interesante. Është interesante, por është e vërtetë. Edhe shumë e fortë. Sot janë i qik kështu këta, unë di i qik më thellë se sa din këta që kanë studiuar. Kanë studiuar në një vend më thellë. Shiko, kanë shkuar në bibliotekën e Vatikanit. Aty në Vatikan, ata që flasin për Vatikanin nuk ndrojnë. Të gjitha dokumentat që janë parësore në dokumentat në Vatikan janë prishur janë fshirë, janë ngrisur, edhe janë prishur me etik. Ata, unë kam shku atje këta, jo çdo njeri shkon atje ku kam vajtur edhe në Vatikan. Janë prishur dokumentat dhe etik, sepse kanë dashur, kanë shkuar këto komshit edhe kanë punuar me vite atje. Me vite, pa diskutim. Ne kemi dalë vonë nga zinxhirët. Kështu që unë dua të të falenderoj shumë për ftesën. Ishte një kënaqësi për mua që komunikova në një zëri të kësaj radio, edhe me që jemi të ri në këtë mendoj edhe u uroj suksese, sa më shumë njerëz shqiptar që të keni të pranishëm, se shqiptarët të keni gjitha ne, përkoni, ata do t'japin provojnë e vetë,
provojën e tyre dhe kanë shumë për të dhënë, edhe ne kemi shumë nevojë për të dëgjuar, për një zë që të na dëgjojë, sepse qeveria shqiptare në mënyrë arbitrare, siç bëjnë gjitha gjërat, ka mbyllur radio televizionin 300 ke radio televizion shqiptar, e në mënyrë të veçantë funksionin Ura, ku është gazetari. Ka qenë vërtet një program jashtëzakonshëm. Është fatkeqësi kombëtare. Ua kam thonë atje, kushdo që punon kundër shqiptarëve e ka gabim. Shqipnia është shumë më e fortë se që mendojnë ata që rrinë atje, ata oligarkët. Prandaj edhe herë, thank you. Unë të jam mirënjohës që më ndërove sonde, por shpresoj që do më vish sërish në emisionet e tjera, apo kur të kesh diçka për të promovuar, apo do të kërkoj edhe në formë bashkëpunimi kështu në mënyrë publike, nëse ke miq apo njerëz që vërtet e mendon që duhet të jenë në këto emisione apo në këto bashkëbisedime, mund të më shkruash dhe neve patjetër do përpiqemi të krijojmë hapësirën dhe të bëhemi një media e lirë, një zë e lirë për të gjithë ne që jetojmë në diasporë dhe të flasim pa censurë, të themi mendimin ashtu siç e mendojmë. Po, patjetër, faleminderit. Mirënjohje pafund. Atëherë, të nderuar miqtë e mi, kjo ishte biseda me të ftuarin tim, zotin Halil Teodori Dibrani, që jeton në New York, por ai që tha disa fakte shumë të forta, po do thosha zbrazi bomba sonde me deklaratat e tia, sepse Troje në solli në Lezhë, Olimpi në Jezerc, pra faktet apo mendimet, do thosha, të zotit Teodori ishin totalisht të kundërta me ato çfarë ne kemi mësuar nëpër shkolla, nëpër universitete, por një shprehje e bukur e zotit Teodori është që sot rinia dhe brezi jon duhet të holumtoj më shumë dhe të njohim sa më mirë historinë tonë të Shqipërisë, sepse mos të harrojmë, sepse jemi një kombë që vazhdimisht kemi qenë të lakmuar dhe të pushtuar nga të huajt, dhe normalisht që këta të huajt kanë bërë edhe historinë, ne kanë vjedhur historinë, ne kanë shkruar historinë si kanë dashur ata vetë, dhe ne nëse duam një kombë të fuqishëm, duhet të ngrejmë dhe të zhvarrosim faktet e vërteta historike, sepse vetëm historia është ajo që na vërteton, është vetmja pasaport që na bën kombë të fuqishëm dhe krenar. Pra mos e merremi vetëm me fjalë folklor, me patriotizëm folklorik, por sot janë të gjitha kushtet, të gjitha mundësitë që të vëmë dijet tona, inteligjencën tonë për të studiuar sa më shumë dhe për të nxjerrë sa më shumë fakte të vërteta të historisë tonë, sepse nëse një popull don që ta zhdukësh, ti tërësoj historinë, zhduke historinë dhe nuk ke nevojë më shumë. Kështu që duhet të punojmë shumë dhe njerëz si zoti Halil Teodori dhe historianë të tjerë me fjalë që përpiqen në maksimum me forcat e tyre, me vullnetin e tyre të sjellin fakte për historinë tonë, ne duhet t'i përkrajmë dhe t'ju japim suport në maksimum. Atëherë, të nderuar miq, unë duhet t'ju përshëndes të gjithë dhe përzemërsisht ju që shpenzuat kohë të më ndiqni sonde dhe të jeni sonde pranë nesh në këtë emision. Emisioni, sikur e thash, do jetë në ritransmetim nesër në radio, pra jo në Facebook, në orën 13 të drekës, pra në orën 13 mund ta ndiqni radion çdo ditë, në çdo kohë, pra në platformat ndërkombëtare Radio Box dhe TuneIn, në platformën e radiove shqiptare Radio Shqip, në website-in zyrtar të radios windowradio.de, po ashtu edhe në Google. Dhe
Po nesër ky emision do jetë sikur ky dhe të gjithë emisionet e tjera do jenë në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio Hapësirë.de. Ky është emisioni për sonte. Unë u lë takim nesër mbrëmë me emisionin e radhës dhe me të ftuar të tjerë. Kështu që ju përshafoj të gjithëve dhe u them natën e mirë, kalofshi mirë dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de.